Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Kryeministri britanik Keir Starmer ka njoftuar vetëm pak më parë dorëheqjen e tij si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe si lider i Partisë Laboriste, duke thënë se do të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e pasuesit të tij. Në një deklaratë jashtë Downing Street, Starmer tha: 2 years ago was the proudest moment of my life. Të ecja në këtë rrugë 2 vite më parë ishte momenti më krenar i jetës time, një qeveri e re laboriste, e para pas 14 vitesh. Një faqe e re në historinë e vendit tonë e kthyer pas vitesh gënjim dhe dëshpëri. Shansi për të ndryshuar jetën e miliona njerëzve për mirë, për këtë hyra në politik, rruga deri këtu nuk ka qenë e lehtë. 6 vite më parë mora një parti laboriste që ishte politikisht, financiarisht dhe moralisht e rënuar. Më thanë vazhdimisht se partia ime kishte mbaruar. Se ishim të dënuar të mbeteshim histori. Se një shumicë në zgjedhje aq më pak një fitore e madhe ishte e pamundur. Por ne i provuam të gabuara sepse e ndryshuam partinë. Because we changed our party. Ripping out the poison of anti-Semitism, restoring trust. Duke çonjosur helmin e antisemitizmit, duke rikthyer besimin në ekonomi, mbrojtje dhe sigurinë kombëtare, duke u bërë një parti që sërish qëndronte krenare me flamurin kombëtar jo kundër tij. Puna e ndryshimit kishte një qëllim të vetëm. Not power for power's sake, but to change Britain for the better. Jo pushtet për pushtet, por për të përmirësuar Britaninë. Të ndërtonim një vend më të drejtë, me dinjitet dhe respekt ku të gjithë shihen dhe vlerësohen. Pasuri dhe mundësi për të gjithë, jo vetëm për një pakicë të privilegjuar. Dhe shikoni çfarë kemi arritur në vetëm 2 vite. And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger. Growing faster than our peers. Një ekonomi më e fortë, që rritet më shpejt se të tjerët. Rroga që rriten më shpejt se inflacioni. Çdo muaj që kemi qenë në pushtet, investime të siguruara, infrastrukturë në ndërtim, fundi kursimeve të ashpra, me uljen më të shpejtë të listave të pritjes në NHS në 17 vjet, përmirësimi më i madh i të drejtave të punëtorëve dhe qyramarrësve në një brez, rritja më e madhe e shpenzimeve të mbrojtjes që nga lufta e ftohtë, ulje e kalimeve me gomone, mbyllje e hoteleve për azil, mbrojtja e të rinjve nga rrjetet sociale dhe gjysmë milioni fëmijë të nxjerrë nga varfëria. Because of the choices that I made. Reputacioni ynë në botë është rikthyer me Britaninë që qëndron sërish për dinjitet dhe ligj, marrëveshje e tregtare, mbështetje për Ukrainën dhe rikthimi i marrëdhënieve me aleatët në Europë. Ndryshimi premtuar nga një qeveri laboriste, ndryshimi i luftuar për nga një qeveri laboriste. By a Labour government, change fought for by a Labour government, change delivered by a Labour government. E di që pyetja që po bëhet tani nuk është kush ishte më i aftë për të ndryshuar Partinë Laboriste dhe për të na çuar në pushtet. Thank you. Walking up this street 2 years ago. Pyetja është nëse unë jam i aftë për të na udhëhequr në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Unë kam dëgjuar përgjigjen e grupit tim parlamentar dhe e pranoj atë me dinjitet. Çdo vendim që kam marrë ka qenë për të vendosur vendin tim të parin, prandaj do të jap dorëheqjen si lider i Partisë Laboriste. Kam folur me madhërinë e tij mbretin këtë mëngjes për ta informuar për vendimin tim, do t'i kërkoj komitetit ekzekutiv kombëtar të Partisë Laboriste të përcaktojnë një afat me nominimet që hapen me 9 korrik dhe përfundojnë gjatë verës. Në rast gare, kjo do të siguroj që një lider i ri të jetë në vend para se parlamenti të rifillojë në shtator, do të qëndrojë në post si kryeministër derisa të përfundojë gara. Do të bëjë gjithçka për një tranzicion të rregullt të pushtetit, do të jap pasardhësit tim mbështetje të plot duke ditur se do të trashëgojë një Britani më të fortë, më të drejtë se ajo që gjeta
Unë dua të falenderoj miq dhe kolegët që më kanë qëndruar pranë për këto 6 vite. Dua të falenderoj stafin e Downing Street dhe shërbimin civil të vendit. Dhe kur të largohem nga posti më i madh në vend, do t'i kushtohem rolit më të rëndësishëm të jem bashkëshorti më i mirë për gruan time Viktorian dhe babai më i mirë për fëmijët e mi. Faleminderit shumë. Ishte ky fjalimi i përcjell nga Keir Starmer ditën e sotme duke njoftuar dorëheqje. Build a fairer country with dignity and respect where everyone is seen, everyone is valued.